Bazeni votave është atje. Që po ditë edhe për diskutime dhe për kushtet që Ladrosi i ka vënu E kemi pyetje zoti Shkodrën apo jo? Art, po pys. Ta përfundoj fjalinë. Do jetë e dëmshme, sigurisht do jetë e dëmshme sepse zoti Ladrosi dëshmoi që vërtet ka do thotë edhe potencialin edhe bindshmërinë ka shi elektoratit të PDK-s. A është drejt të kërkohet me Krasniqi se nga po është drejt, e kemi thënë për natë. Që jap dorëheqje. Patjetër llogaridhënie dorëheqje, po. A dikush problemi jam me Ardisot? Më dëgjoj të lutem. Po. Ladrovsi ka kërkuar membri Krasniqit dorëheqje nëse ai dëshon ose nëse ai do të vazhdojë pastaj me PDK. Është drejt. Po, se membri Krasniqi asolli situata. Është drejt këtë situatë që ti kërkohet kryetarit një partie kur jemi afër një procesi të rrallës zgjedhor. Nuk më duket e drejtë, jo, sepse do ishte të thotë një kolaps sepse nëse s'ka një figurë tjetër shumë më të mirë se membri edhe e rejnë partinë do thotë pa kryetar në proces të balotazhit dhe në proces për kryeministër megjithatë. Dhe në proces të një parzgjedhje, po nuk ka rëndësi, unë po tham për lider politik. S'kan figurë. S'kan figurë të gatshme, jo. Sajre ki ladru qëto... Po, anë s'kum thonë që Agi Mariu du të me qenë kryetari i PDK-s, asnjëherë. Se jo, nëse i pjeton... Po, ti petu po se kam thënë asnjëherë. Ka fitu zgjedhje në nivelin lokal, nuk po them që unë me qenë. Ti tha qartë Zansimir du më bë kryetar. Po, në Zansimir është, po jo do më të determinat. Kur se kam thënë, se kam shprehur domethënë që mundet me qenë biles. Përkundër mendoj që do të ketë, na vjen pse. Ose Sami Lushtaku, nëse tregon suksesin. As për Sami Lushtakun jam dakord. Atë si jam brenda, do të thotë, duhet të jetë një figurë, figura Partia Demokratike. Duhet të jetë Partia Demokratike është komplekse. Partia Demokratike, si LDK dhe Partia Demokratike janë parti komplekse që kanë shumë rryma brenda. Tash jemi të sinqertë. Ti jesh u thaj si Partia Demokratike duhet të jesh, do të thotë, edhe i gjithë përfshirës, po duhet të jesh karizmatik. Zotin Ladrovsi është rrethon e momentit që ka lënë këtë vetëm se domën nuk shkaktoj se s'mund të themi që shkakton domën. Unë nuk e kontestoj për një efekt caktuar, por ju që pres domë galopante sa për këtë vënë pikpyetje ekzistencën e Partisë Demokratike në rajonin nga Oftaj. Renditjen sa i përket a mund t'ja përcaktoj renditjen pastaj pas procesit. Se bëjmë edhe këtë formën tjetër, nëse pretendon të ketë një listë në nivel vendi sa do të fitojë ai. Shif, rrethona aktuale dhe të gjithë rryma politike dhe rrethona që kanë ndodhur në komunën e Drenasit ka prodhuar këtë situatë. Dhe ai në inversuar edhe para zgjedhjeve lokale me komparacion. Nëse kanë kryer këta tjerë që po diskutojmë po shkoj. Gjevdeti s'pom lën. Jo, s'pom lën Gjevdeti. Jo, tash as do ta përfundosh ti as po lën Gjevdeti po të lën është. Kryesen minutat e fundit pastaj ha sigurisht ata lojtarë që shtrihen aty. Hajde se s'pom lën Gjevdeti le të flet zotin Shkodra. Okej, faleminderit. Mendoj që partitë politike dhe gjitha pa përjashtim duke përfshi edhe Partinë Demokratike tash, e cila është në çdo situatë që po sfidohet, duhet me urtësi me trajtu këto probleme se këtu ndoshta nuk do të më llogarit shumë çka fiton zoti Ladrovsi, po do të më llogarit çka humb ti. Që UPDK në këtë rast. Dhe në rastin konkret unë mendoj që Partia Demokratike humb shumë, për shkak se dihet bazeni votave të asaj partie është regioni i Drenicës. Merre shefe listën e deputetëve, 2/3 e deputetëve të asaj partie vijnë nga ajo pjesa atje. Tashmë, zoti Ladrovsi, nga një akter lokal politik, ka arrit me imponu vetën me gabimet të subjektit të vetë, kryesisë qendrore, me imponu vetën njëri prej akterëve e nivelit qendror. Nëse ai do të ketë sukses me partinë e vet apo do të ketë sukses, duhet shohim kush do të jetë në atë listën e tij, çka do të prezantojë edhe çka synon. Por një është e sigurt. Pa zotin Ladrovsi, Partia Demokratike s'mund vendos bashkë që ka vendos dhe me tash. Na do të jemi këtu, do të shohim si do të rrjedhin ngjarjet, s'po tham as që do të fitoj shumë, as që do të fitoj, po ai është tash njëri prej lojtarëve në Partinë Demokratike, që s'është para këtyre zgjedhjeve. Është e parakoshme që të bisedohet për zgjedhjet në këtë aspekt. Po mendoj që më e rëndësishme është ndoshta ju jeni drejtuesi i emisionit, po më e rëndësishme të përqendrohemi te takimi i presidentes nesër. Profesori, kam një minutë e gjysë. Te kalum atë prandaj kalum te këto pjesat e diskutuam se ç'është, nuk e di se çfarë do të prodhoj, shpresojmë që do të ketë një kompromis të mirë të vendit. Kompromis çfarë ose lëvizje të më progresive se këto që kanë qenë deri më tani. Besoj që kjo do të, nëse nuk merren vesh për caktimin e zgjedhjeve të reja, eventualisht nëse palët nuk janë të gatshme me marrë mandatar tjetër,
Atëherë do